e kemi marrë dunjon shumë serios. Dhe shikoj njerëz, nëse ju prishet pak dunjaja, çfarë reagime kanë? A pak me e prek në dunja? Reagimet janë të fuqishme, të ashpra. Është e dinit, andaj është e thjeshtë secili e ka drejtimin e vet, secili e ka përgjegjësinë e vet dhe heshtje. Jo, mos më dhënë rëndësi, se edhe na jetojmë, edhe na punojmë, edhe ne angazhohemi. Dunja shfrytëzoje, me dunja fitohet ahireti. Nuk fitohet ahireti ndryshe, xheneti nuk fitohet ndryshe. Me dunja, ama mos e ban dunjan qëllimi kryesor. Sa është e rëndësishme një darsëm sot. Ta cakton restoranin, ta cakton atë, ti blen ato, dhuratat, veshjet, gjitha gjërat që i takojnë do të mundohet në maksimum, edhe nëse nuk i ka kushtet, ndoshta nuk i ka aq kushtet, ama do t'i merë gjitha sebepe që në fund asma ati del samani. Gjithë këtyre ju ke kushtuar rëndësi. Vjen koha namazit nuk falesh. Kjo t'jep me kuptu që janë ndru vendet. Dhe dunjaja është bëhe madhe për neve, ahireti është zbeh. Ndërsa ata gjenerata që ahireti ka qenë i madh, dunjaja është zbeh. Dunjaja ka qenë e vogël.